Vëllai dashur dhe motër e nderuar, Allahu Dhul Xhelal na ka krijuar që vetëm atij t'i shprehim adhurime, vetëm atë të adhurojmë. Thot Allahu: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Gjenët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të më adhurojnë. Adhurimi nuk ka kohë të caktuar, mirë po çdo herë duhet të adhurojmë Allahun në vazhdimsi. Allahu thot në Kur'an: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Adhuroje Zotin tënd derisa të vi vdekja. Pra, të mundohemi të adhurojmë Allahun çdo herë, nga se veprat më të mira tek Allahu, siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall." Veprat më të dashura tek Allahu janë ato të cilat bëhen në vazhdimsi edhe nëse janë të pakta. Andaj ti i cili lexon Kur'an, mos e ndërprej leximin e Kur'anit, se përmes kësaj vepre do të bëhesh i dashur tek Allahu subhanahu wa taala. Ti që fal namaz, mos e ndërprej namazin, nga sa me këtë vepër bëhesh i dashur tek Allahu subhanahu wa taala. Mos i braktis adhurimet, nga se një ditë do të kesh nevojë për këto adhurime në botën tjetër. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.